Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vion gara për zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut. E përballen për kryetar të komunës së Çajirit, kandidati Bujar Osmani premtoi para mbështetësve masa ekonomike që synojnë mbështetjen e të rinjve dhe të grave. Ai theksoi se në komunën më të dendur në Europë, me mbi 80.000 banor dhe 14% të popullsisë nën 30 vjeç, është jetike të krijojnë mundësi të reja punësimi dhe nisma për të rinjt. Në kuadër të programit të tij, Bujar Osmani paralajmëroi krijimin e qendrës për inovacione dhe bizneset për mbështetje teknike dhe këshilluese për të rinjt me ide startupi, subvencione dhe grante për bizneset e reja dhe kompanitë që punësojnë të rinj. Në një krijimin e qendrës së inovacionit dhe biznesit. Për shkak se komuna do të krijon qendër të ekspertëve për të ndihmuar të rinjve me idetë, me zhvillimin e ideve të tyre për sipërmarrësi, për zhvillimin e bizneseve të vogla. Pastaj subvencione për gjithë ata të cilët do hyjnë në aktivitetet ekonomike të sipërmarrësisë. Grante ose subvencione për rrogat e para për ata të cilët do punësojnë të rinj. Do të krijojmë këshillin ekonomiko-social në komunë. Ndër premtimet është dhe një akademi për gratë në Zejtarin për të mundësuar atyre hapjen e bizneseve vetjake me mbështetje financiare nga komuna. Në Çajir do bëjmë shkollën ose akademinë e parë për gra për artizanate, të cilët do të marrin certifikatat me të cilët do të mund të hapin bizneset e tyre dhe komuna do t'u subvencionon ato biznese. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, kandidati Vlen për Çajirin, Izet Mexhiti paraqiti shtyllën e tretë të programit të tij zgjedhor, rilindjen e çarshisë së vjetër të Shkupit dhe zhvillimin e turizmit si motor ekonomik të komunës. Ai premtoi ta shndrojë çarshinë në një qendër moderne të turizmit, kulturës dhe ekonomisë lokale. Vizionin po shndrojmë në projekte konkrete me mjete tashmë të siguruara. Restaurime të kaldërmave, konservim i plot i rrugëve Sarashka, Papugjiska, Petar Mihov, Samargjiska dhe një pjesë e Kovačka. Projekti është miratuar nga qeveria dhe realizohet në vitin 2025. Mexhiti ofroi një plan konkret me 5 hapa kryesor: restaurim të plot të kaldrëmeve dhe fasadave me ndriçim modern për siguri dhe estetik, transformim digjital me tabela interaktive, muze virtual dhe aplikacion çarshia vjetër digjitale për turistët, infrastrukturë të përmirësuar për vizitorët, restaurim të objekteve historike dhe ndërtim të parkingut nën toksor me 2 kate nën sheshin Skënderbeu, një investim për 25 milionë eurosh i siguruar tashmë nga qeveria. Projekti kapital që do të vë vulën kësaj rilindje është ndërtimi i parkingut nën toksor me 2 kate në sheshin Skënderbeu. Investim për 25 milionë eurove, tashmë është siguruar nga qeveria, furnizimi është i hapur, pritet të zgjedhet ndërmarrja dhe maksimum për 1 muaj ditë të fillon ndërtimi i parkingut në toksor për 800 votura. Rajoni. Vion përpjekja për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Deputetët do të mblidhen rreth orës 10 për të vazhduar seancën. Në rendin e ditës është vetëm zgjedhja e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Të mërkurën gjykata kushtetuese publikoi aktgjykimin e plot lidhur me konstituimin. Në të thuhet se seanca konstituive nuk ka përfunduar për shkak të moszgjedhjes së nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e deputetëve të komunitetit serb. Në këtë kushte, kushtetuesja kërkon që seanca të përfundojë brenda afatit të mbetur prej 12 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij aktgjykimi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë përpjekjet për të ndikuar në normalizimin e funksionimit të institucioneve. Presidenti Vjosa Osmani priti në takim të ngarkuarën me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës anu patrupati. Nga presidenca thuhet të jetë diskutuar dhe për pritshmëritë rreth funksionalizimit të institucioneve pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Në takim u diskutua për zhvillimet e fundit në vend, për aspekte të ndryshme të bashkëpunimit dypalësh, si dhe për pritshmëritë rreth funksionalizimit të plotë të institucioneve pas aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese. Bashkimi Evropian pret që zgjedhjet lokale në Kosovë të zhvillohen pa ndërhyrje nga jashtë. Një zëdhënës i BE-s ka rikujtuar se misioni vëzhgues evropian kishte konstatuar raste të ndërhyrjeve gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura në muajin shkurt. Presim nga të gjitha palët që të përmbahen nga veprime të tilla, thuhet në reagimin e Bashkimit Evropian. Ky pronocim vjen pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet në Kosovë është më e rëndë se ajo e Rusisë në Europë, duke kërkuar nga Bashkimi Evropian të dënojë dhe sanksionojë ndërhyrjet e Serbisë në zgjedhjet lokale në Kosovë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë pezullon dekretin e presidentit Bajram Begar për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie në Tiranë. Vendimi është marrë pas ankesës depozituar nga ish kryebashkiaku Erion Veliaj. Seanca plenare publike për Veliajin do të mbahet më 31 tetor. Gjykata kushtetuese vendosi 1-0 të kalojë çështjen me kërkues Erion Veliaj në seancën plenare publike në datën 31 dhjetor 2025 dhe të pezulloj dekretin e presidentit për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës.
thuhet në vendim. Reagimi erdhi pas depozitimit të kërkesës së Erion Veliajt për shfuqizim dhe pezullimin e menjëhershëm të dekretit të presidentit për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesme vendore në kryeqytet. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.